drejt shtëpisë Muzeu Kshinhotit, sot jemi me 25 dhjetor 2025. Festohet 50 vjetori i shoqërisë kulturore artistike Baramzurri. Jam me mërgjimtar, e faleminderoj Teki Sadikon, djalin e Babush Lozanës, që kanë kontribu për çdo gjë për fshata dhe vazhdojnë të kontribojnë. Për ndryshe Tekiu ka financua dhe filmin dokumentar për Krushe, që e ka përgatit një sret plana dhe sot e ka financu filmin dokumentar që shfaqet për shoqërinë kulturore artistike Baramzurri, që shumë gjenerata ndër vite kanë dhënë kontributin e tyre. Disa nga ta kanë ra dëshmor. Kemë edhe Beratin, djalin e Besnikut, edhe ai ka qenë pjesë e ansamblit me Def dhe kanë psu aksident pak para luftës, duke shpërnda ftesa për një koncert, edhe Besniki ka mbeti vdekur në aksident, ka qenë bashkë me Muhamet Malsorin, Afrim Zeqirin, me sa kujtoj, Mësus Deman. Sa pas ka qenë aksident, që e tregova. Edhe mbrenda këtu e kema edhe Sefën, Sef mirë se të gjeta. Urime 50 vjetori ansamblit, për ndryshe Sefa ka qenë dhe është edhe drejtori ansamblit, është nga familja Sefollohu që kanë dhënë shumë kontribut shoqërinë kulturore artistike. Si pe ndjen veten këtë 50 vjetor, Sef? Po ndjen edhe i vjetër edhe shumë i ri, po më duket sikur ditën e parë kur jam paraqit në Baramzurr, kur jam kyç moshën 13 vjeçare. Andaj po edhe çat djalë ku mor moshën 12 vjeçare. Prej familjes juje Valbona. Prej familjes teme mas pore, prej babës pore. Hajde, Bacës Damon. Avdoraimi Nikosi Valltar, mandej Vjollca ka qenë vazhdimisht prej moshës 12 vjeçare, motra Shpresa, unë, 2 vajzat e mia, 4 vajzat e Avdoraimit kanë qenë antarë dhe 3 vajzat e Lulit. Domthon veç nonën që se kemi pas antarë. Mësus Asmonit. Edhe plus gruaja jeme ka qenë ku antare Baramzurrit Valltare. Mësus Asmonit. Me vajzën Ganimetën, me Valbonën, Fatmirin mos s'pe diskutoj. Bacasnjas kanë qenë ta Gjozil, krejt kanë qenë veç Bacagjels ka qenë. Lendita se vëllajnë, zbon me arru hiq. Po dhe Ymeri ka qenë Valltar. Ymeri, Bacanaz, e përshëndesëm, shumë faleminderit Sef. Ja respekte. Këtu e pas kom edhe mësësën dritë. Përshëndetje gjithve edhe urime 50 vjetori ansamblit Baramzurri. Respektar mësus, gjithë ishtë antarë që kanë kontribua dhe kontribojnë. Mësus Avdyli përveshje është nishi. Arë dhe mësus Naiti. Mësusja tonë, mësusja pare fshatit, që i ka thyt tabut të kohës, mësusë me ba. Naiti është një nga themeluste ansamblit, është një intervjist që ka mu shfaq filmi, dhe i zarim disa pjesë nga aty pastaj. Jemi në shtëpinë Muzeu të Kshinhotit, sot festohet 50 vjetori ansamblit Baramzurri, kemi edhe themelust aty, Naiti Rokun e Mësinatonit, e shumë tjerë që ka kalu gjenerata ndër vite, deri në 2025, në 50 vite aktivitet të pandonër. Tanim luft janë bra shumë valltarë, janë bra kontarë, është bra rapsodi Muhamet Malsori që është në Nazmin Sebullajnë. Këto fotografi i faleminderoj gjithë që kanë kontribu për një topu i ke postu të faqja Krushet, duke faleminderu Fatmirin, Sefën, Beratin, edhe shumë tjerë i koleksionu, pastaj faleminderoj edhe fotojetit që pas luftës nga do foto edhe shoqërisë Baramzurri, që mësë Ramadani, disa foto mi ka dhanë, Ramadan të rakë, mësusi kemi. Mësë Zema, Ramadani, këta gjenerata tarta që kanë kontribu. Nazmi Sebullaj veç kanë qenë dhuja me këtë familjen, ka pas familjes nalli. Vit pas viti që këta është Sebullaj, Mësus Asmoni martirë sot është në atë kohë, do më thonë me qu vajzën në ansambël me këntu ka qenë, vështirë ka qenë, së me ka pojnë që të kushin. Rokë dita shkollës, të në kërshëpore, vitin nuk për shumë,
Njëra dy qisma shfaqet atë dokumentari ku flasin themelus të antarë qysh kanë bërë zonat, qysh ka qenë vështirë. Këtë foto providere jetë që në të vite, pas luftës. Në rotës e të kohë, sa në të nëzëllosë, kanë dojë dhe veshora, si fmi ka qenë pjesa në sondin. Ka qenë Gjem Shoja, që Azari është martirë, shumë gjenerata, shumë sakrificë për në majtë të sondin. E farbetja, në? Tash për në vina misafirë, që im Kadiri, profesori, Vorimi, këtore LDK-s Komunë Trovecit, Selami Kretori. Tash për në vjen kryetori edhe Dilaver Kryeziu, tori ansamblit Shota, shoki Muhamet Marsohet që ka përkro ansamblin në çdo ngjarje. Profesor, ajo është pisa... Mirë se erdhësh. Po je mirë? Profesor, si jeni? Mirë se erdhësh. Mirë se erdhësh. Tash më na vjen profesort, Fadil Dallova, Qarim Rexhepi, gjenerata, që i vlerësoj shumë. Fatmir Sefullahu ende aktiv që përcjell gjenerat pas gjenerate vallëtar të ri. Profesor, mirë dita, profesor. Mirë dita. Ka mundole, profesor. Mirë. Profi, përshëndetje, profi. Faleminderit. Asë gjenerata tash që janë në ansambël, gjenerata të rinjve, gjenerat pas gjenerate. Allah përmbushet. Gjithë punë tjera e bëjnë kjo rini e bukur, përfshirë Fatmia i burimit dhe të gjithë tjera. I nderuari kryetari i komunës zoti Smartetit, drejtori i drejtorisë për kulturë, zoti Afendina, të nderuar i madhi Sami Piraj, Dilaver Kryeziu, të nderuar veteran antar, unë nuk i kisha qujtë veteran, një herë antar i Bajramcurit, për herë antar i Bajramcurit. Andaj po ju drejtona edhe antar të Bajramcurit. Faleminderit, shumë faleminderit që jeni sot në shënimin e 50 vjetorit të themelimit dhe punës së ansamblit Bajramcurit, apo siç e kemi quajtur ne, apo basanaj shoqëria kulturore, artistike, amatore Bajramcurit. Nos temin nuk e kaloj për pa të përshëndet bilet ty, bilet i kom për gjakët të më vëmë. Kisha pas dëshirë, për mos mi marrë kohë nga një sikur që shka kom shtërnë dorën, me jo përmet emrit, po besoj që fajtohemi që me vazhdu me shfaqjen e dokumentarit. Po para se me shfaq dokumentarit do ju thotë diçka. Më vjen keq që ky përmjetor ka shënimi i përmjetorit Bajramcurit ka qëndruar me shumë dasma, shumë mërkimtar me aktivitete përndryshe, paraleluri ka qenë qindra. Po si do që tjetë, unë po e shoh mënyrën e Bajramcurit këtu, po e shoh themelusin, kryetarin e komunës të cilën falenderoj në veçanti. Unë jam kon pak asambleist, por besoni nuk kom pas nevojë asamblej, veç muhabeti që kom kryetar, po na duhet një objekt lokale me shoqërisë. Nuk ka pyet kryetari apo buxhet as ka buxhet, pas 2 ditë kemi pa pagerin të punuar.
kreativ, o kreator, o miku, jam apo shpëftetar, jam e këton. Shapën mirë me boni shtëpi muzej për Bajram Curi ka një krushet modhe, po Omar Sefta, po Bajram Curi ka qenë komandanti i vetëm në natë ku që i ka pas 1300 ushtarë me emër mbi emër, ka një krushet modhe, do t'ja bëjmë shtëpinë, andaj e kemi në shtëpinë muzej. E sot, falë kryetarit dhe drejtorit kulturës që na kanë bo me undi po më mirë. Mos ta përmendi dhe muzeun në këtë shtëpi kaq bukur që është bërë këtë vend e të madhe të Pushinoti. Shumë herë kam moderu programe, kam punu pak në televizionesh, në koncerte si humoriste, krejt. Po këto emocionet bukura, unë nuk muj me përshu asë një herë në jetë dhe të shpresoj që ta presim edhe 60 vjetojnë, bashkë me ju, veteran të çmuar, mësuesa Dyli, mësuesa Gadani, mësuesa Eki, mësuesa Kurë, mësuesa Adri, që së të dojnë të të Nuk do me folë për Bajram Curi, se herë në kaluar para 10 vite ju këmë shërdugu, ka. Atëherë gjatë të lem, flasim të gjithë për një dokumentarit të përgatitur. Ju faminderit shumë. Programin e rëftur të jarëshojmë vallëtarën e këtij fshati, lujën dhe kërcejnë vajzat e fshatit Shushamall. Shqiptarët në ndërshikuj kudo që ishin dhe nga do që shkonin në vetëm në mbarë për flapën e dashurisë për atë duke ruajtur atë si manifestar të çmuar. Edhe qanët mbartën të vlera kombëtare për gjithmonë, kudo që ishin e kudo që janë sot. 50 vite më parë, në karrierën e vitit 1975, një grup i të rinj dhe intelektualë të fshatit Krushe Madhe vendosin që të formojnë një shoqëri kulturore artistike. Për emrin, të gjithë njerëzit vendosin që të emri i heroit kombëtar Bajram Curi, i cili kishte lindur në Krushe Madhe. Po atë vit, shoqëria kulturore artistike Bajram Curi formoi edhe grupet e saj, fillimisht grupin dramatik dhe më pas grupin e këngëtarëve dhe të balltarëve, që përbëheshin nga të rinj e të reja të fshatit, si dhe nga nxënësit e shkollës fillore të fshatit, e cila gjithashtu mbante emrin e heroit kombëtar Bajram Curi. Andaj, në vazhdim, parajush, përmes disa akterëve që ishin aktiv që nga fillimi e deri më sot, ju paraqesim historikun e aktiviteteve kulturore, artistike dhe dramatike të shoqërisë Bajram Curi gjatë 5 dekadave. Shoqëria kulturo-artistike Bajram Curi aktivitetin e ka filluar qysh në vitin 1974. Ne në atë kohë kemi përgatit një dramë për kafshatën e Bukës, e cila ka qenë dedikume për fshatin Krajk. Aty ngjarja ka fillu. Atëherë, në atë kohë, aktorët që kam qenë unë në Ibdoraku, Gjeladin Nalli, Aziz Shala, Ilmi Gashi, Naim Ramadani, Lili Ramadani dhe Julieta Ramadani. Ta me vullnet, kur e kanë lexuar tekstin, me vullnet kanë ardhur dhe kemi përgatit dramën ku kemi qfas mas pari në Krushet Madhe dhe kemi pas sukses. Pas atij suksesit, kemi shku në Gjone. Edhe në Gjona kemi pas sukses të mjaftueshëm, prej Gjona kemi shku në fshatin Rogovu. Edhe aty kemi pas sukses, atëherë jemi të buër ma vonë, jemi të buër në vitin 1975, një grup i cili ka propozuar, edhe unë kam propozuar, që ta formojmë kryesin e shoqërisë kulturore artistike Bajram Curi. Na ja kemi vu emrin.
Në këtë kryesi kam qenë unë, Besnik Krasniqi Zelen shkriptar, Ganinali sekretar, Adem Rëshiti antar, Ilmi Gashi, Indjeri, edhe Ganinali Indjeri, Drita Shala antar dhe Veqeri. Të gjithë këta kanë pas nga një detyrë. Ose kanë qenë grup, udhëheqës të grupit, të përshëm valët e vajzëve, ose të mashkëve, edhe të orkesës e tjera. Pas formimit e kryesisë, ne kemi bërë kërkesën që të zyrtarizojmë këtë shoqëri kultur-artistike. Kemi bërë kërkesën në Rovec, dhe mas një kohër në është pranuar kërkesa në BVI atëherë të kulturës në Prishtinë, dhe kemi marrë ullat në gjuhën shqipe për herë të parë kjo shoqëri. Se deri atëherë nuk i kanë pasur në gjuhën shqipe ullat, edhe plakatet të cilat i kemi shkruar. Pas asaj kohe, ne kemi dhënë programe, kemi përgatit programe me vajzat e shkollës fillore dhe djemt e shkollës fillore, program për festën e shkollës, SPAR. Pas asaj, kohe ka qenë Krushja 75. Në atë kohë kemi përgatitur, kemi qenë shumë të përgatitur, edhe me valle, edhe me këngë. Kemi hapë programin për shërbimitetin për formimin e kooperatives shore. Aty është përqyre edhe nga komuna, edhe nga publiku. Kemi fillu që të përgatitin koreografin për valle, edhe për veshje. Kemi mbledhur të gjitha këtu, dhe neve nuk ka desh që të formojmë grupin e vallëtarëve me një numër i cili ka qenë mjaft i madh, po që mund të ipet programi aftona komplet, domethënë me këngëtar edhe me valle popullore. Grupi i vallëtarëve të mëshkëve kanë qenë më pak, por në krye të valle ka qenë Adem Rëshiti, Besnik Krasniqi, Gjem Rëshiti, Indjer Afrim Zeqiri, Qerim Selmani, Adem Shala, e tjerë. Grupi i vallëve të vajzave ka qenë Fuqeria Zeqiri, e cila ka qenë edhe ka qenë prishe e vallëve të Drita Shala, Floria Dellova, Fidaia Dellova, Joca Sebolov, Dashuria Goshi, Lulevera Goshi, Esma Morina, Afrodita Norina, Nasibe Nalli, Lirie Ramadani, Shpesa Sebolov, Yrkia Hoti, orkestrinën e kemi formu komplet. Edhe me instrumente me orkestrën e ka udhëheqë me Dije Çani, në fillim, violinisht, Nagit Bytyqi harmonik, Halim Kastrati klarinetist, e tjerë. Solistët kanë qenë të vajzave, Fuqeria Zeqiri, Hysnia Ramadani, Dashuria Goshi, Liria Ramadani, Floria Dellova. Mashkëre ka qenë vllazët Ramadani, Kasum Ramadani, Necmettin Ramadani, Neim Ramadani, Muhamet Masori dhe Nazmi Sefullah. Koncerti i parë ka fillu në qytetin e Rovecit, komunë. Pastaj kemi dhënë koncert në Krushë të madhe komplet, po mendoj tashti. Si shoqëri komplete. Pastaj në Tiranë, Gjonaj, Rogov, Soarek, qytetet Soarek, Glogos, Gjakov, Prizren, Fejzaj, Prishtin, Kaçanik, Beçan, Tetov, Gostivar,
dhe për ambasadën e Shqipërisë dhe bashkëpunëtorët e tyre në Beograd dhe punëtorët shqiptarë të cilët kanë punuar atje. A gjithsej koncerte janë dhënë deri në 5 ditë, domethënë 5 ditë 75 deri në vitin 41 koncerte, të cilët kanë qenë një pas një të suksesshme. Përshtypja jame që e majnë mend që duhet, që ka jetë në kokën time, si koncerti i Kaçanikut. Aty koncerti ka qenë i zjarrt. Kanë filluar njerëzit me djeg palto, me djeg kapitona, edhe ka dash më në ndërprerje programin. Unë se kom leju me përndrejë. Pazije, ai drejtori, duhet të ndërprerje që po bëhet diçka policia në të nuk e kom ndërprerje, është kryer me sukses. Mirë po, ai program nuk ka jetë në kokë. Pastaj në Prizren. Në Prizren ka qenë para të atëmishit. Aty, duke kënduar Fiqirin Zeqiri duet me Muhamet Maqoj, në këngën e qira nuk ka qenë në një këngë shumë patriotike, por kanë dashur të kanë intervenu policia që në ndalë programin. Duke e përshëndet, por tash i ndjeri ka vdek. Drejtori e shtëpisë kulturës nuk na ka lejuar që ta ndërpresim programin. Dhe në fund, unë kanë qenë mjaft i kënaqur, por mendimin e komunës edhe shkollës. Kjo ishte një rrëfim dokumentik i gjatë, me qenë se kam një, po mos habon letër, habon. Dhe me demonstratët e tërë të nishës, të studentëve në është më tërpeje aktiviteti jonë nga komuna, që shmonën të zhvillojnë më aktivitet për një kohë, derisa nga kjo lejë nëjë. Nuk jam të hekën nga ajo punë në shoqëri, atë jam lënë disa të imë, të treshën, të katën, edhe zgjedh kryesia e re e shoqërisë Baranë Surri, në Kushtet e Madhe, ku si kryetari kanë zgjedh Osman Sefallahu. Njerë jam shumë i kënaqur që kam arrit që ta festoj për në vjetorin e shoqërisë kulturore artistike Baranë Surri. Dhe ju uroj të ive fatmirit i cili tani për tani kërëhesh shoqërinë, i uroj që të kemi suksese në tashme. Edhe mos të aranin aktivitetin, mos të ndalim aktivitetin. Përndryshe, është shumë shtyrë me formu pastaj. Shumë shtyrë është me formu. Ta themelon një ansambël, po mundoj një shoqëri kulturore artistike, i thëshin atëherë nuk ka qenë shumë lehtë. Kemi kaluar nëpër shumë vështirësi, por i kemi përballuar të gjitha, edhe me ndihmën e shumë aty kolegëve dhe kolegëve, nxënësve, punëtorëve, kooperativës bujqësore, fshatarëve, po them qytetarëve, du me them fshatarëve, po ata janë qytetarë të vendit tim, na e kemi themelu, edhe që e ka majt veta që 50 vjetë. I uroj suksese edhe 100 dhe sa të jetë jeta, inshallah kur nuk shuhet ky ansambël. I falenderoj gjithë të tri, sidomos kryetarin Fatmir Sefallahu, që po e mban gjallë shoqërinë me gjithë antarë tjerë, kolegë, nxënësa. Atyre ka qenë shumë vështirë. Unë kom përballu, kom shku shtëpi për shtëpi, si e qeku dhe shoku, i kom lidh femnat, mas pari kemi fillu me
nxënësat të cilat I përgatishim para 75-ës, I përgatishim programet shkollore për të shkollës, tu e pa krejt historikin e kombit ton, për mës mu harru kultura, tradita e kombit ton. E themelum shoqërinë sikur se Ceku Shoku mos I përmeni dhe ja dhun emrin Bajram Curri. Dhe vështërsitë më të mëdha e kam pas për shembull, masi e fillon shoqërinë, me çata nxënësa, disa u bënën edhe mësuesët e para, I morëm si valltare, një herë disa prej tyre edhe këndojshin, si për shembull Hysnia, Florje Dëllova, Fideje Dëllova, Fishrije Zeqiri, Valbona Sejfullahu, të cilat kemi marrë pjesë në për shumë festivale dhe kanë marrë edhe shumë lavdata dhe dhurata. Këndëllimi e kësaj shoqërie ose këtij ansambli tash që po I thojmë, sepse kanë mbledhur edhe folklorin edhe si orkestrina jonë ose edhe krejt komplet, edhe ka marrë një emër si me thonë më të madh, ka qenë për mës me I haru traditat tona, mës me haru kulturën tonë, veshjet, sidomos, të gjitha adet e tjera që I pa, për shembull kjo rrethim, e sidomos krushën. Me të shoqëni, pra po pena na kemi pas afrimin e trive, mës me lënë me shku rrugën e me shëtit pali dhe me gjithë të shumisa dhe me gru një ashtu le njashtë. Aty zhvillojshin shoqërinë, u takoshim çdo mramje, rrishim, bisedojshim. Edhe pse na kanë pengu, mirë po edhe na kanë përkrahas, sidomos prindërit e atyre femrave, gjinia femrore ka qenë ma vështirë, mirë po ty pa, ty bo, për shembull vajzat e mësues Osmanit, Damonit, Bacësmus, ato dy motrat, Bacësej, kur si harroja ta prindune, kur ma shumë po majnë men atëherë se sa tash. Ti dhe ti veç themelone shoqërisë e na me njërë vajzat tona kemi informativ. Dhe mas atyre u bashkangjitem edhe shumë tjera, çdo vit, çdo gjenerat, turrit, numri, domethënë kemi pas një punë shumë të suksesshme. Edhe shoqërisë që u heq tani për tani, që I boni 50 vjetë dhe si vit jubilar, gjysmë shekullit, tash në poshtë e vogël me një fshat, me një komunë pas Bjellonës, si Rahoveci, me ma gjallë të shoqëni në kushtët sa të vështira, e kanë gjithë vitë të aty, sidomos e Fatmiri, se dhe babajve ka kontribu shumë aty, shumë Osman Sejfullahi, njëri që e vrajtë në lukë njëra u për ta. Edhe po e majnë gjallë, kam një falënderim shumë të madh, që po e majnë gjallë dhe përruj traditën e kombit ton, identitetin, po mbledhën rinin dhe po I shfaqin kulturën, traditën që kur mos harrohet sa të ekziston Shqiptaria. Urime, suksese 50 vjetori I këtij ansambli që ka shkëlqyer dhe po shkëlqen akoma. Së pari ju përshëndes dhe ju falenderoj për ftesën që keni bërë, që t'i themi edhe ne disa fjalë për kohën që kemi punu në këtë shoqëri. Po, si fillim do filloj hapat e parë, se shoqëria kultur-artistike kanë filluar në shkollën tonë fillore Bajram Curri. Shkolla fillore Bajram Curri ka pas arsimtar të denjë, vendas apo të rrafë të tjera. Po, puna është bërë një përkushtim shumë të madh. Kemi pas nxënësa shumë fortë atëherë, janë marrë me recitime, me valle, me grupi dramatik I shkollës. Po, më vonë, ka lindi ideja që këtë grupi valleve, kanë nxënësa që kanë talent, të vajzat të shkafta, zojat, ta formojmë një shoqëri. Formojmë shoqëri kultur-artistike Bajram Curri, të cilët janë ardhur dhe emrin në shkollës të cilën e kishin. Fillojmë shoqënia me solistë pas pari. Unë mas pari si soliste jam prezantuar në shoqërinë kultur-artistike Bajram Curri. Gjithmonë duke nisur për shkollës fillore. Në mësuesën e muzikës, ajo e vrejti që zëri më shumë janë bërë, edhe fillova të këndoj. Kur fillom shoqërinë kultur-artistike, menduam atëherë kryetari shoqërisë u zgjodh. Edhe fillum që t'u bëjmë edhe vajzat e fshatit tonë, ta bëjmë grupin e vallave. Në të vërtet vajzat ishin aq të kënaqura,
ato që kishin mundësi të vinin, po kishin edhe disa familje që nuk i lejonin atëherë që të marrin pjesë në këtë shoqëri. Mirë po, ta hasëm jo vështirësi. Puna jo ishte shumë e lehtë. I të vumë grupin e vallave, filluam me vallet më të bukura që ishin, valltarët ishin të mrekullueshëm vajzat, edhe çdo seancë shkoi mirë. Veshjet, atëherë ne vetë kemi bo. Në mjetët tona, kemi veshjet tona tradicionale, të quajt e dimi, e jelek, qysh e ka pas tradita janë. Mandej, me kalimin e kohës, filluan me veshjet kombëtare, shumë tjera. Kjo shoqëri ka pas një entuziazëm tepër të madh, valltarët në kombinacon, muzika. Ta sekin këto si në fillim ne, nuk i kemi pas të gjithë instrumentistët e fshatit tonë. Kemi marrë nga Prizreni, kemi pas nga Gjakova, edhe disa vende tjera që s'po kujtohet. Edhe e kompletu dhe më thënë orkestrën. Edhe aty hapun para të antarësit në shoqërijes. Edhe vitin 1975, fshati jonë me gjithë shoqëria organizua një festival në qytetarë. Me këngë, valle, po edhe për fshatarët e tanë. Ajo që e di vetën ma optimiste edhe ma emocione është koha kur ne jemi konë vetvetja shoqërisë. Kemi pas koncerte në çdo fshat të Kosovës, po kemi pas të jashtë Kosovës. Urime e suksese mbar shoqërisë e mbar fshatit tërë shumë të madhe. Po se dysem sa shpejt shkuan këto vite. Shoqëria Kulturore Artistike e Varancurri feston 50 vjetorin e formimit. Po çka për këto vite? Vërtet janë shumë, vetëm i numëru e lemi për jetu.